Nëse ti nuk e quan Ministrinë e Kulturës, nuk e quan pushtet. Por pse tani Ministrinë e Kulturës i quan pushteti tani? A ka mundësi të lutem? Mirë, dakord. Ky njeri ka ardhur në pushtet, është veshur me pushtet, se sa pushtet ka pasur mua pak më intereson, në 1998, 1 prill 1998-s. 1 prill 98 deri në zgjedhjet e vitit 2000 ka qenë Ministri i Kulturës. Dilte me lyente, fshinte, bonte, ishte sanitar i Bashkisë Tiranë, pastaj 2011 ishte kryebashkiaku i parë i Tiranës dhe Tirana është aq sa Korçë. Do ma lësh replikën pastaj apo? Si duhet 2013, 2026. Vetëm dëgjoje, pastaj vazhdo. 2013, 2026, pra në total sot që flasim ka 26 vite. Teorikisht do shkoj 29 vjet. Po Berisha sa ka? Po duro pra a do. Mirë, dakord. Se tani bëni shtatani kot. Enver Hoxha thash ka ndejur 40 vjet në pushtet. 45, 85. Ju të bëni 45, 85. Është llogari e thjeshtë. Tani unë matematikën si luli e kam, po jo kaq keq sa mendoni juve. 45, 85 Enver Hoxha. Ky zotëria vjen direkt pas, sot që flasim ka 26, sot që flasim, tendenca është për mua 29, mund të shkoj edhe shumë herë më shumë. Pas këtia vjen Ahmet Zogu, që ta dish nga 2022-2024, që ishte kryeministër vetëm 1922-1924, vetëm 6 muaj që ka pasur Fanoli, qeveria Fanolit, pastaj 1924, dhjetor 1924, deri në 1939 ka qenë Ahmet Zogu, president monark, maroj. Pas tia vjen Skënderbeu, që ta dish, 25 vjet. Sa analizën e holl, shumë. Tani a deshe numra, a deshe? Po pas Skënderbeut avokat, vetëm në rënd. Dëgjoni burra, ju s'keni. Jo, po them si shumë po pres e bukur edhe. Po pres kur I vjen Rava Saliu. Shiko, e prishet fare atë që kishim qenë. Vazhdo. Okej. Po edhe një po ta them. Pas Skënderbeu që ka rallën. Doktori ka ndëtur 13 vjet. Pas Skënderbeut. Thash pra kush ishte? Pas Skënderbeut, Ahmet Zogu dhe Sali Berisha në radhë, në rend kronologjik. Se lider opozite nuk e quan pushteti, ja? Se dhe Rama ka qëndruar lider opozite një 2 vjet pa pushtet. Pa pushtet. A ka qenë ai pa pushtet lider opozite? Po s'ta numrova Ramën në punë. Në ato 2013. Jo që ato? Po. Okej, mirë, rregull. Se thash mos I. Pastaj ka qenë Nano një 4-5 vite, sa aq ka qenë Nano. 5 vite I ka bërë si ka bërë, dhe gjithë pjesa tjetër domethënë janë 2-3 vjeçar. Bufi e këto. Ata janë 2-3 vjeçar që po them. Po. Kjo është Edi Rama ka më shumë se Skënderbeu këtu rri. Po kjo është pak e sigurt më. Po pra këtu. Sta thash më. Ecim apo 1443, 1468. E pasa studiu. 1443, 1468, Skënderbeu 25 vjet. Si doni t'ua them? Mirë. Ecim avokat. Ky ka qenë 29, do shkoj 29, e ka kaluar gjithë. Tendenca është drejt Enver Hoxhës, inshallah pas tjetë dhe kalon, mos e duan njerëzit. Çfarë themi ne taj? Ku është paradoksale, sepse ky njeri desha të them, nuk ka asnjë lloj gjase, as në ëndrat më të bukura sipas mendimit tim, që do ngrihet një ditë bukur dhe me moralin që e karakterizon si qytetar, e ca më shumë si politikan, do thotë, çfarë më kërkoni mua, do rreqen, por direkt tani do rriqem, nuk kriju me çfarë thotë që keni këto. Këtë pritet. Nëse këta njerëz presin këtë gjë, jetojnë në ëndra them, kaq është historia. Tani pjesa e 4 pikat e tjera janë referendare. Pse janë referendare? Sepse ti të kërkosh abrogimin ose ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme, gati siguri kombëtare do ta quaj unë. Se më qëse ti ajo është harru fare. Po me juve ore çfarë flaninit të gjithë mos ka problem. Po se ka. Edhe se ka një ndërmendje atë. Dakor, me këta po kërkoj. Ai është thjesht një shkrepse, kaq. Okej. O avokat, mbaroje. Po të më lini të më mbaroj? Po jo, mos po flas. Mbaroje. Tani, ajo që më pyetet në lidhje me kuvendin, po them, gjëja më e rëndësishme, të cilën unë që në fillim e pash domosdoshmë, goxhare fraktare ishte ai formulari. Këta nxorën një formular që do duhet ta plotësoj përpara se të shkoj aty. Dhe dukesh asaj që kishte një qasje përjashtimore. Nëse ti del në shesh dhe thua këtu ka flukse nga gjithë shoqëria.
A ka flukse nga gjithë shoqëria? Të bardhë, zinj, po them unë, ambientalist, zogist, ballist, komunist, ku di unë. Atëherë ti nuk mund të nxjerrësh një formular dhe të thuash, ti duhet të deklarosh që nuk e qenë asnjë antar i një partie. Ti duhet të deklarosh se nuk je më antar asnjë partie tjetër. O vlla, këtu të gjithë kanë qenë ose deri dje proletar dhe ushtar, sot socialist, demokrat, ballist, këtu ka pas njëri kështu. Në momentin kur ti e bën këtë gjë, do të thuhet domosdoshmë që teorikisht ti kërkon ti përjashtosh njerëzit nga veti. Dhe fundit, që është shumë e rëndësishme lidhe me këtë kuvendit, nuk bëhet një kuvend me gjithë njerëzish aty. Aty duhet ngrihet me patjetër një strukturë intelektuale, që se po bën një kuvend, me qëllim domethënë që t'i japësh edhe një lloj legitimiteti. Nëse i kuvendi që mblodh. Pra atë pa flasë. Për atë kemi fjalën, por më shumë se sa për diskutuar kuvendin avokat e kam për diskutuar faktin që a e dëmton protestën apo jo mungesa e një organizimi politik, se mos futemi në detaje. Unë mendoj domethënë që protesta sot do ta kishte të nevojshme që të kishte një grupim të vet politik, të kishte një produkt politik. Dhe me kalimin e kohës pastaj të krijonte, le të themi, organizatën e vet dhe të kishte kutinë e vet votimit. Në qoftë se pastaj këta shkojnë me idenë ose kanë një plan të dytë, i cili është ai plani që sapo diskutuat pak më përpara, që ka të bëjë në shtator ne do shkojmë, do nxjerrim shpatën edhe do të çajmë sa para mbrapa, sa majtas e djathtas. Okej, më në rregull, civile. Tani edhe kjo e përgjithshme në shtator, tetor, me student, mjek, mësues, avokat. Kjo është ajo që thuhet pra. Kjo është ajo që thuhet. Fjali vlla, po do e mora vesh do ta bëjnë gjithë ta. Po nëse shkon në këtë pikë, po ta bëjnë, nëse është ky projekti, kjo ajo që tha Denisi ishte kjo që është ka hyrë në fazën rutinore. Unë them rutina është lajmi, sepse deri në shtator ideja është që protesta ka vetëm një mision, të ruaj zjarrin ndezur, të paktën unë perifrazoj ata zërat më të rëndësishëm. A mundet ta? Po. Meqense po thua të ruajmë zjarrin ndezur, do t'ua çojë një shkrepse që ta mbaj për shtatorin, prapë dhe të shkojnë të bëjnë pushime. Nuk është kjo çështja burse pa lënë nan tani domethënë. Nuk mundet domethënë që njerëzit t'i lësh mundësi atyre super politikanëve të rilindjes që të tallen me njerëzit aty, siç dalin për ditë dhe nxjerrin dronin nga lart, nxjerr dronin Denis Minga të aty lart dhe thotë, shikon, ora 20 fiks, këtu ka 200 veta. Kur ka 200.000 veta nuk e ngre dronin Denisi. Ka të drejtë apo jo? Ka drejtën e vet ta delegitimoj sepse e ka mazhoranca, e ka është politike. Ti mos ja jep këtë mundësi. Këtë disha të temë. Po jo më... Redi vetëm një gjë se dua të rrezoj pak narrativën e numrave, se ishte pak i pasakt. Unë gjithmonë i pasakt jam për ty. Shumë shkurt dhe pastaj kalojmë te çështja tjetër. Nuk do të thotë ti je ministër, do të thotë ti je me pushtet. Se me këtë logjik i bie edhe Lul Bashat këtë qenë 8 vite në pushtet dhe 4 vite si kryetar bashkie, 12 vjet Lulzim Basha. Tani kush na dëgjon do plasi gaze tani. Lulzim Basha s'ka qenë as i ditë në pushtet. Ka qenë Sali Berisha. Dhe logjika është kjo. Nuk je në pushtet në Shqipëri nëse ke shefin mbi kokë. Kur Rama ishte kryetar bashkie kishte prap shefin mbi kokë që ishte Partia Socialiste, kush kishte atëherë? Ilir Meta. Kur Rama ishte ministër kulture, kishte Fatosnanën. Pushteti absolut i Ramës ka nisur në mandatin e dytë. Edhe në mandatin e parë ai ka patur një, si thua, një kontroll nga Ilir Meta. Në atë që dëshirat që ai kishte për ta zhvilluar Shqipërinë si çdo. Pra nga 2017 dhe deri tani, unë nuk po them që Rama ka 13 vite pushtet, këtë absolutisht e them. Por realisht atë që Rama sot po bën me Shqipërinë, pushteti i tij ka nisur nga 2017 dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite. Kjo ishte ajo për numrat, nuk është ajo... Po të shkojmë te... Jo, nuk ka replik, lutem. Jo, atë ja kthej përgjigjen. Nuk ka replik. Shiko, kur të ma japësh pas një ore, unë të t'ja kthej prapë përgjigjen. Tani do tani apo pas një ore. Replik nuk ka. Do ta kthej, po nëse Jo për këtë. Nëse ti nuk je i bindur që 13 vitet e pushtetit të Berishës janë 8 vite kryeministër dhe 5 vite president. Në lidhje me tezën që protesta do mbaj, le të themi, do
rri në këto kuota deri në shtator tetor dhe nëse merr këto për masa që pretendon se do marrë. Shiko, unë mund të them këtë gjë që nuk po them atë pjesën çfarë do bëj protesta, por çfarë do bëj Rama është që Rama do bëj ndryshimin lëvizjen e tij dhe nuk e di se çfarë është kjo lëvizje, se jam kurioz të di. Do ketë lëvizje dhe nga ana e kryeministit. Patjetër. Ai ka thënë që nis në shtator. Nesër thret grupin parlamentar. Ai mund të thras këdo në verë, por nuk ka si vlerë tani. Në shtator po thua do bëj lëvizjen e tij. Flaka e protestës është tashmë si ai tymi, domethënë ka mbetur vetëm tymi, nuk dallohet flaka. Është një tym që rri aty. Por që mund të rindizet. Por edhe mund të shuhet fare, se mund të bjerë në vjesht ka dhe shira dhe ka shumë reshje dhe e shuan fare flakën e protestës. Kështu që Rama lëviz në shtatore tutje. Po, për kohën mirë është bjerë shiu. Rama lëviz në shtatore tutje dhe se si do lëviz nuk e di. Por ai është shprehur që unë kam ngritur një grup pune për dëgjuar kërkesat e protestuesve. Ose më mirë shqetësime, se jo kërkesës, se thash kërkesa e flamingove, thot, jo thorrave dhe korave. Po, të flamingove. Dhe ky grup pune besoj, unë mendoj që ky grup pune është vetë Rama, se s'ka grup pune që dalë mbi Ramën në Partinë Socialiste. Prandaj thash unë, nuk ka sens kërkesat që kërkojnë vot në parlament, ti plotësoj PS-ja, thua ti. PS-ja është vetë Rama, si do plotësoj PS-ja? Çfarë PS-je kërkon ti? Kur është sot është monolit, janë 82 emra që janë kanë të njëjtin qëndrim. Përveç zonjës Koçeku që u largua, PS-ja sot ka 82 mandate. Një të palëvizshëm. Dakor, po përballë një protestë të tillë, nëse është, dhe unë e kam bërë këtë edhe kështu në një shkrim. Nëse është, le të themi, një protestë bio, natyrale, që përfaqëson realisht zemërimin dhe pakënaqësinë e qytetarëve, ka vetëm 3 skenar për t'i ikur. Protesta bio ishte ditë e parë të saj, sot nuk është më bio. Jo, një bio nuk ka shi që ta shuaj. Tymin e protestës mund ta furnizoj kushdo. Gjithsesi. Edhe Nardi tha do i vë një shkrepse, dikush tjetër i vë një shkrepse nga një ambient tjetër, pra ky është një tym që po ke drejt, po mbahet në mënyrë edhe të sforcuar. Jo, nëse është bio nuk mbahet me sforcim, nëse është bio është aty, nuk e mbulon dot njeri. Sot që flasim mbahet në mënyrë të sforcuar, për atë që ju e thatë me drejt, që duke qenë se betejë spostuar në vjesht. Pra, betejë me spalve është spostuar në vjesht. Dhe sot deri në vjesht kjo protestë do mbahet e sforcuar, qoftë edhe me 200 veta, 300 veta. Por do mbahet aty si tregues për thënë që nuk ka rreshtur asnjë ditë. Po nëse ja del të ri në këto kuota... Po do rinë në këto kuota, mëse s'ka ata njerëz aty... Nuk është vetëm tym, po them. Si që rinë në Korrik, do rinë dhe ngusht. Unë nuk mendoj që të shuhet ajo. Se ata nuk janë shumë, janë 200 veta, 300 veta maksimumi. Nuk janë më shumë, kurse. Po ta shohim në natën? Po ta shohim natën aq që e përfundojnë. Nuk keni të defekt, ju i meni ato dronët, i meni përpara shumë. Dakor. Mos si fotografinë e dronëve, si fotografinë e sondazheve. Shiko, edhe një herë, po të them një herë. Fotografia e sondazheve kap të padukshme. Dronët mund t'i vendosësh nga këndet ndryshme. Unë po flas për numrat atje, nuk po flas për frym. Fryma është më e madhe. Okej, dakor. Po, këtu po. Numrat atje, për të mbajtur këtë zjarrin e sforcuar, janë aq, nuk janë më shumë. Shkoni vetë në orën 9-10, po gjetët më shumë se 200-300 veta, se nuk janë pak, se 200-300 veta. A e pat sa ishin sot në parlament? E disa ishin sot, kalova unë aty, me makinë kuptohet. E disa ishin 20 veta, 20-30 veta. Pra, kishin harxuar 3 nga ato me vezë, jo më shumë se po këtë duhet të them pra ti do ta mbash zjarrin ndezur edhe me simbolik. Nuk ka nevojë të shkosh protestë me 10.000 veta, se nuk e bën dot tani, se i sforcon njerëzit. Por me 300 veta e bën. Dhe atë xhiron në Tiranë do ta bësh. Avokat, po. Protesta kështu me simbolike ne kemi pas pa fund. Po kështu është. Kemi pas edhe tikun ton aty që rritet tek Karrigja, aty përpara kryeministrisë, thjesht për treguar që ndoshta kur tiki Rama ka qift jet ai, po kemi pas edhe të tjerë shoqëri civile, nëse mund të quajmë partitë vogla etj. Problemi është që veçantia e kësaj proteste ishte që kishte masivizim. Dhe e veçanta ishte që nuk kishin njerëz partjak. Po, patjetër. Dhe kjo deri diku dhe ishin nga të gjitha korrekte të shoqërisë që në një farë kuptimi të
pse jo, po themi të replikonte, të dilte në rrjetet sociale, madje më prapa edhe të anët e monde fatikisht protestën, kur në fakt do duhet bënde tjetër gjë, do duhet reflektonte, të paktën siç bën gjithë liderat të paktën europianë. Ajo që duket tashmë është që protesta si mungon pra masivizimi, mungon ajo masa e madhe. Tani, sepse ka ardhur një gjë të tillë, mund të jenë edhe gabimet që kanë bërë, po themi, ata që kanë organizuar protesta në mënyrë spontane. Protesta arriti qëllimin pra, e ka shkollë politikën. Po tani nëse ajo nuk ka një produkt politik, për mendimin tim nuk e mban dot politik. Ke fjalën për çfarë? Unë kam thënë gjithmonë që do duhet parti politike, patjetër. Tu e jemi bien dakord. Pa mundur. Parti politike. Ndoshta dhe një projekt politik. Pastaj janë ato një lëvizje politike, ajo protestë nuk mund të jetë, nuk mund të dalë nga hiçi. Sepse përndryshe, të dyja partitë politike do vazhdojnë të jenë ata që do dominojnë sheshin, po themi sheshin politik në një farë kuptimi, dhe nuk ka nevojë absolutisht se ka pakënësi apo jo, dhe thonë ja, dole edhe këta u lodhën, ikën dhe këta në shtëpi dhe mbaroj çdo gjë. Duket si një protestë shprese. Edhe këtë, nëse e humbë dhe këtë element kaq të rëndësishëm, unë besoj që edhe shtatori më pas është i kotë. Pra, ajo që është artikuluar deri tani është që jemi kundër kësaj klase politike, janë që të dy të majtë dhe djathë, sidomos të partitë politike, janë shkaktarë të kësaj gjendje prej 30 vitësh, dhe kërkohet një projekt i ri politik. A kanë të drejtë të kauza? A është kjo një kauzë që i bashkon krishtë shqiptare? Është përgjafuar, pra ndaj po them, kjo është përgjafuar. Kjo është ajo që mund pastaj pjesa tjetër që e kapi dhe Nardi, ka një gjë pastaj. Unë dua që kjo protestë, paktën kështu mendoj që do të ishte e mira, mos të ishte gjithëpërfshirëse dhe jo përjashtuese. Çfarë do thotë kjo? Nuk do të thotë që kushdo që ka qenë antar i PD-s apo i PS-s domosdoshmërisht është i keq. Domosdoshmërisht nuk do duhet të jetë pjesë, po themi, e një projekti politik të sendesit. Jo. Aty ka njerëz, burra dhe gra të ndershëm, të cilët absolutisht nuk kanë qenë pjesë as të pazareve, as të korrupsionit, as vjedhjes etj. Pse do duhet i përjashtosh? Pra, unë nuk e shikoj këtë pikë. Pastaj ka dhe gjë tjetër në Shqipëri. Është shumë e vështirë të kesh qenë i pavarur në Shqipëri, mos kesh qenë pjesë e një grupimi politik. Për halë të caktuar, për punësim, për ashtu, për këtu, tani mbani mend Lëshërin para ca kohësh, Partinë e Lirisë, quhet si doni. Nëse nuk ishe pjesë atij sekti, nuk hyrja as në punë, nuk kishe mundësi të bëje absolutisht asnjë gjë. Fillimisht do duhet shkoje një herë përpara, të merrje testin e partisë dhe pastaj vazhdojmë gjë. Pra, kjo Shqipëria, ne e dim shumë mirë se si ka funksionuar. Është politizuar çdo gjë, çdo lloj hallke. Madje është gjuna që dhe të rinë sapo ditën nga universiteti, gjëja e parë, nëse do duhet të punësoshin, do duhet të shkonin dhe të bëshin pjesë e një partie politike. Kjo ishte një fatkeqësi e paparë. Pjesa tjetër më pas, se çfarë bëndon me protestën tash, aty ka akoma, vazhdon të ketë akoma njerëz që besojnë tek ajo protestë, nuk ka shumë rëndësi numri. Cilët janë skenaret që parashikon avokat? Skenaret nuk e di, dhe thash pra, unë pres shtatorin do shikohet nëse studentët do i bashkohen kësaj proteste apo jo. Një gjë mund ta sepse nëse presim që të bashkohen punëtorët e fabrikave, në fabrika skemi. Kupton, ç'a do dalin këtu. Fermerët e shkret dihet se çfarë. Nuk e mohojmë dot tani që protesta është fut në fazë taktike. Po mund të jetë edhe taktike. Jo, kjo do të thonë se nuk është më gjenuine. Jo, prit këtu tani. Ne kemi një protestë. Jo, nuk është më. Pra ne kemi një, edhe kjo rutina është taktik. Por të mos shuar zjarrin. Por nuk edhe kjo e bën jo genuine. Që ata që janë aty janë të PD-s, kjo është. Jo, nuk e thash këtë, jo, nuk thash këtë. Po jo, e kanë ndërtuar. Qëllimi, edhe kjo nuk është e vërtetë. Qëllimi protestës, nëse do mendimin tim, si Berisha, si Rama, që të dy duan ta shuajnë protestën. Po patjetër, Po patjetër, po është normale mos e protesta kundër tyre është. Absolutisht që të dy. Po kjo s'ka nuk ka ato. Po ora edhe një. Rama Burg, Berisha Burg. Pavarësisht se nuk është ajo simbolika, sepse është për tjetër gjë, por ama në rastin konkret protesta e ka dhënë verdiktin për të dy liderët politik. Dhe protesta nuk mund të zhbëhet në atë qastin që ka pasur që është në krye të erës. Nuk zhbëhet dot. Sado që të mundohen ato grupi logjistikës, atë janë ato njerëz etj. Sepse nuk tha pak më parë edhe nga Nardi, ka një gjë. Prurit që ishin në atë shesh, jo domosdoshmërisht ishin me një mendim të përbashkët.
kishte prurje independente, të cilët mund të kishin dhe interesat caktuar. Jo domosdoshmërisht. Por ama ajo që i bashkon të gjithë ata është Rama i jepet dorëheqjen. Po dhe tu do të qëndrohet. Edhe te 5 pikat, se në 4 korrik ishte ato 5 pikat, thash pra, ato 5 pikat pastaj kodi zgjedhor etj me grup të urtësh etj është një histori tjetër. Fillojmë edhe mbarojmë te kjo e para. Rama do të jap dorëheqjen. Nëse do ketë të konsistencë deri në fund, që do të thotë që nuk mund të menaxhohet, nuk mund të negociohet absolutisht asnjë gjë, as lloj ligji me këtë kryeministër. Sepse këto e ka artikuluar edhe opozita, ka kohë që thotë, nuk hyn të zgjedhë asnjëherë me. Jo, opozita tha Rama dhe pastaj hyn të zgjedhë, opozita para 2 javësh tha nuk shkojmë në parlament nëse nuk plotësohen kërkesat. Edhe kjo nuk shkoi. Shkoi sot. Edhe kjo disobedienca civile. Edhe kjo disobedienca civile ose mosbindje civile ka një gjë. Kërkon një masivizim të jashtëzakonshëm, paralizim total të jetës politike, shoqërore, ekonomike të vendit. Po prapë që të ndodhë kjo, do duhet realisht të ngrihet i madh i vogël. Jo vetëm ato 1000 veta që janë aty në shesh, apo 5000, 10000, 20000, ka pas dhe 70.000, besoj unë, në sa ditë. Kështu mendoj unë. Pavarësisht se dronët i nxjerrin si dua. Unë po flas çka kanë qenë realiste, çka kanë parë në të shesh. Dhe protesta ka pasur një veçanti të jashtëzakonshme të prandaj është përqafuar, duke një protestë që hoqi më në fund atë domenin e partive që vetëm ata mund të bëjnë protesta. Mund të vjedh vetëm Berisha njerëz askush tjetër. Ja dha qytetarit. Ja dha sheshi ishte i qytetarit. Dhe ishin aty të gjithë për protestuar dhe prandaj them që kjo protestë nuk mund të bëhet sikur nuk ekziston më kurrë. Ja i dha këto kërkesa dhe mbaroi. Jo me këto mund të jemi në ndoshta online. Çfarë ndodh? Nuk është kjo. Prezenca fizike në atë shesh ishte shumë e rëndësishme. Artikulimi që u bë më pas dhe pjesa për gjetë kush ishin krerët, për t'i blerë, për t'i ashu, mos kujtoni, dhe kjo ka ndodhur, janë pikatura dhe njerëzit që janë aty. Se kanë familje, kanë ashu, nuk është ka që letë për ama nuk do ta mohojmë që jemi në një kohë ku qyteti këto dokrat me demokraci janë nuk i ashu fare, nuk i besoj fare. Nuk është e lehtë të protestosh Shqipëri. Nuk është e lehtë të shfaqësh madje mendimin tënd ashtu si duhet. Sepse duam apo s'duam, ti jeton në këtë vend. Ke fëmijët, nuk e di, do duhet të shkosh të punë, mund të jesh në punësuar në sektorin shtetëror, etj, siç ka ndodhur. Janë të hequr pedagog nga puna. E dini besoj. E pas atë Artan Manushaqen. Bravo, pra, jo vetëm ai ka pasur edhe raste të tjera. Jo, ato e pas. Nuk është e lehtë, po themi që në këtë vend të protestosh sepse realisht janë të kompleksura dhe pushteti do bëhet çështë mundur që ta mbajë në këmbë pikërisht aty që ka ngritur. Avokat, ndërkohë ajo që filloi mbar në fillim protestës, ndërhyrja e SPAK-ut e menjëhershme në fakt në ditën e dytë protestës, duket sikur e ka zbehur punën e SPAK-ut në raport me fjala vjen kërkesën kryesore që ka për sa i përket Belinda Ballukut, sepse duhet ta dimë që Balluku për Komisionin Evropian është kthyer zyrtarisht në një nga pikat më kritike të integrimit, ndërkohë po diskutohet jo vetëm le të themi pengesa për të dhënë një autorizim për arrestimin e Ballukut, por diskutohet edhe lirimi i Erion Veliajt nga burgu nëpërmjet atij vendimit të unifikuar gjykatave se gjykatës lartë. Si e vlerëson këtë mundësinë apo këtë zbehjen e punës së SPAK fillimisht, pastaj mundësinë e riaktivizimit dhe rritjen e goditjes së SPAK-ut në të ardhmen. Atëherë, në lidhje me SPAK-un, Redi, ka pasur, nuk është harruar çështja e zonjës Balluku, por së fundi Klodian Braho në një dalje të tij, duke që ka qenë në këto komisionet parlamentare, dha një lajm që kishte të bënte me faktin që zonja Balluku po hetohej edhe për lidhjet e saj me Bankes Petroleum. Po, ishte si lajm ai. Po, bëhet fjalë për një shumë prej 123 milion euro, e cila konsiston me gjobën që pa të vënë doganat shqiptare ndaj kompanisë Bankes Petroleum në vitet 2015,
Gjobe e cila kaloi kalvarin e gjitha gjyqeve në gjitha shkallat e gjykimit dhe mbeti në fuqi si e tillë. Dhe në vitin 2019, kur do duhet domethënë që të mblidhej nga ana e shtetit shqiptar, Belinda Balluku aso kohë si në tagën e ministres së infrastrukturës, duke qenë se Bankës Petrolum është pjesë e le të themi kjo naftë mbajtja në pjesët e naftës hidrokarburet janë pjesë e Ministrisë infrastrukturës dhe energjisë, i dërgonte një shkresë zyrtare ministres së linjës zonjë Sani Ladena, aso kohë dhe i kërkonte domethënë që të gjente një lloj zgjidhje në lidhje me këtë gjop. Dhe zgjidhja nga ana e Ladena do zgjedh shumë e thjeshtë pezullimi i gjobës dhe ajo gjop edhe sot e kësaj dite që ne flasim, akoma nuk është marrë ekzekutuar nga ana e shtetit shqiptar. Këtë fakt e ka relatuar SPAK-u, të cilët është duke hetuar zonjë Balluku edhe në lidhje me ndërhyrjet e saj si ministre e infrastrukturës, ama pas edhe si zëvendës kryeministre, tek afera e shekullit, le të themi, e Bankës Petrolit, sepse e tillë ka qenë. Kurse në lidhje me zotin Erion Veliaj, lajmi për mendimin tim nuk është a do dalin apo nuk do dalin, a do dalin mes gushtit apo do dalin në fund gushtit apo në shtator. Kjo është një histori pastaj që do ta vlerësojnë ata zotërinjtë e gjykatës lartë se si do ta gjykojnë. Kryet herës unë qëndroj gjithmonë idesë time domthonjë që ai vendimi i Kolegjit të Bashkuar Gjykatave të Larta duket sikur është prerë një kostum fiks për Erion Veliajn, sepse është fakt edhe pse ai vendim është bardhur, është arsyetuar, është publikuar, unë nuk njoh, akoma nuk di faktin që gjyqtarët e gjykatave të jurisdiksionit përgjithshëm apo gjykatave apelit të operojnë në raport me atë vendim të Kolegjeve të Bashkuara. Pra nuk e marrin fare në konsideratëse. Lajmi i sotëm ka qenë përplasja në distancë, le të themi, e Anuel Aristanit dhe Erion Veliajt, ajo si mëkamëse në Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj si mëkamësi i EVP Durrës Kavalishens. Sepse këtu le themi mollë sherrri është bërë zoti Alban Dokushi. Alban Dokushi, për ata që se din, ka qenë le themi krau i djathtë i Erion Veliajt për të paktën për vitet e fundit.